Erdi pak çuditshëm. Në fakt, unë prisja që Partia Demokratike të marrë komplet që një qëndrim totalisht tjetër nga ky që po mban. Pra, nevoja për të arnuar një ligj i cili premisat i ka të drejtë për drejta për ndihmuar disa njerëz, të cilët, ose më saktë disa subjekte, qofshin këta njerëz apo kompani, të cilët kanë këtë luksin për të mbajtur detyrime dhe për t'i transferuar në fund fare, për t'u shuar në fund fare, ajo ka zgjedhur të mbajë një qëndrim korrektues dhe unë e pash edhe në komisione ka mbajtur qëndrime korrektuese, brenda ligjit pra duke le themi mbështetur në thelb kolonën e ligjit. Gjë që mua më bën shumë përshtypje, sepse unë personalisht jam totalisht kundër ligjit. Tani vim nga mendimi Bardhit është i çuditshëm. Në fund fare, sepse minimalisht ato që janë në bëhet fjalë për pjesën penale, për pjesën e hetimit penal. Po. Pjesën e hetimit penal. Sepse nëse do ishte në proces gjyqësor, natyrisht që çdo film që është në proces civil gjyqësor dhe nuk ka imedim formës prerë, natyrisht që do duhet që të jetë i njëjtë me të gjithë pjesën tjetër të kompanive. Pra kush në proces gjyqësor, sepse ka shumë kompani që sot janë proces gjyqësor me drejtorinë tatimeve. Gjobat e drejtorisë tatimeve kanë mbajtur në proces gjyqësor dhe janë duke kaluar shkallët. Kështu që këto kompani kuptohet që natyrisht do duhet të ruhet parimi kushtetues, e cila i vendos të kompani të barabarta përpara ligjit me të gjithë tjerët që do përfitojnë. Pjesa e hetimit penal, pastaj përfshin gjë tjetër sepse është produkt i krimit. Hetimi penal mund ta nxjerrë nesër dhe si produkt krimit. Pavarësisht se sot në këtë moment, pra në datën 4, në datën sa jemi sot data 10 dhjetor, kompania është e pafajshme, po ka indicie të forta që të ketë kryer një krim. Pra, nuk po flasim për diskutim administrativ të gjobës, po flasim për hetim penal. Kështu që këtu mund të kemi të bëjmë me produkt veprës penale, që nuk është subjekti i ligjit. Pra, subjekti i ligjit, paktën, le themi teorikisht, apo në letra, ky ligj nuk synon të pasojë produktet e veprave penale. Ky ligj synon që detyrimet fiskale të prapambetura të papaguara etj. Ti shuaj në bazë të një raporti që ka vendosur me tatim paguesin. Prandaj unë quaj të çuditshëm, duke marrë parasysh pastaj edhe faktin që nga indiciet mijat ky amendament ka ardhur nga Gazmend Bardhi. E kemi firmë? Jo, në sensin nga Gazmend Bardhi, jo në cilësinë. E kreut grupit do të është si deputet. Pra nuk e mbështet grupit parlamentar i Partisë Demokratike. E ka bërë si deputet. Po e ka bërë si deputet vetë. Nuk e di kush është roli, domethënë le të themi, nuk e di kush është marrëdhënia politike në këtë amendament, po fakti që mua deputet Partisë Demokratike më thanë që jo është bërë nga Bardhi vetë, pra do të thotë që grupi nuk është në dieni ose më saktë nuk është pyetur për këtë amendament, ai e ka marrë vetë në cilësinë e deputetit të Fierit. Dhe kur shkojmë te Fieri pastaj, ç'o ndodh? Këtu bëhet me komplikuar situata, sepse këtu ne kemi të paktën një rast totalisht ekskluziv të qarkut të Fierit, është kompania Bankers, e cila është në hetim penal për fshehtë të ardhurat e detyrimeve të tjera. Dhe kjo heqja e termit penal, për sa kohë që Bankers është në hetim, nuk është dënuar në formë me indinim në formën prerë, më ngre shumë dyshime, të jemi sinqert. Pra e shoh amendamentin e Bardhit si një tentativë për të bërë një, jo se ky ligj i gjithë ishte një qok. Dhe unë ta thash edhe në fillim, se do doja që Partia Demokratike të mbante një qendrim kundër këtij ligji në total, në blok, on blok, është sepse ne dim shumë mirë që detyrimet papaguara në shtetin autoritar të Edi Ramës, kush do 2 vjet, ne kemi pasur nga një aksion anti-informalitet. Pra, 2015, 2017, 19, 21, 23, 25, kemi pasur aksione anti-informalitet. Tani, kush ka mbetur me detyrimet papaguara në këtë shtetin me kaq shumë aksione anti-informalitet? Vetëm njerëzit që janë pranë qeverisë. Vetëm njerëzit që kanë akses politik te qeveria. Tani, këtyre që kanë akses politik te qeveria, që kanë mundur që të mos paguajnë gjoba, taksa e tjera, detyrimet tatimore e tjera, sepse të tjerët natyrisht të tjerëve ju vënë shiriti, më ne kemi pa. Që të tjerëve ju vihet shiriti në momentin që ti nuk paguan takset.